Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së petullave me moll. Nëse i provoni petullat me moll, kam për t'ju pëlqyer shumë, dalin shumë të buta dhe me një shije fantastike. Receta është shumë e thjeshtë, prandaj le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e petullave. Në fillim do të përgatisim brumin për petullat. Për brumin e petullave në një tas do të hedhim 3 ose 4 lugë gjelle me sheqer. Sasia e sheqerit varet shumë nga shijet tuaja. Edhe më pas tek tasi do të shtojmë edhe një kokër vezë. Do të rrahim vezën me sheqerin me një tel dore. E rrahim për disa sekonda derisa të shikoni që sheqeri ka filluar të tretet. Edhe më pas tek tasi do të shtojmë edhe gjysmë filxhani kafeje me gjalp të shkrirë. Gjithashtu në tas do të shtojmë edhe 2 filxhan kafeje me qumësht të vakët. Do të përdorim të njëjtin filxhan si për matjen e gjalpit, ashtu edhe për matjen e sasisë së qumshtit. Edhe më pas i trazojmë mirë përbërësit dhe tek tasi do të shtojmë edhe një lugë gjelle me baking powder ose pluhur fryrës për ëmbëlsirat. Tani në tas do të shtojmë edhe mielin. Në total për këtë recetë unë kam përdorur 10 lugë gjelle me miell. E hedhim dhe mielin dhe më pas e trazojmë mirë me telin e dorës. Kjo recetë është e ngjashme me recetën e përgatitjes së petullave amerikane. Pra fare mirë, këtë lloj brumi mund ta përdorni për të bërë edhe pankek ose siç quhet ndryshe petulla amerikane, por në këtë rast ne do të përgatisim petulla me moll. Edhe pasi e trazojmë mirë brumin në mënyrë të tillë që mielli të tretet komplet edhe të mos na ngelen kokriza mielli, derisa të përftoni në fund fare një brum me trashësi mesatare si ky që shikoni në video. Pra për përgatitjen e këtyre petullave nuk na duhet një brum i fortë dhe as një brum fare i ujshëm, por duhet një brum me trashësi mesatare. Edhe tani që brumin e keni gati, do të përgatisim edhe mollët. Për këtë recetë mund të përdorni sa moll të keni dëshirë. Unë kam përdorur 3 kokra moll. Sigurisht, nëse jeni më shumë antarë në familje, do të shtoni edhe përbërësit qoftë për brumin ose edhe për sasinë e mollëve. Edhe pasi mollët i lani dhe i pastroni mirë, u heqim atyre edhe lëkurën, edhe tani do t'i presim në feta rrethore, siç tregohet edhe në video. Fetat e mollëve që presim, me ndihmën e një mjeti rrethor, mund t'u hiqni atyre pjesën e mesit, siç kam vepruar dhe unë në këtë rast, ose nëse nuk keni asnjë mjet të tillë në shtëpi, fare mirë, këtë proces mund ta bëni edhe me majën e thikës. Pra ta hiqni pjesën e mesit të mollës duke përdorur një thikë, në mënyrë të tillë që fetave të mollëve t'u krijohen disa vrima të vogla në mes. Njësoj sikur veprojmë edhe kur përgatisim donuts apo kifle, siç quhen ndryshe. Gjithashtu ju kam treguar edhe një mënyrë tjetër, siç është kjo që shikoni në video, pra pasi e qironi mollën nga lëkura, tani me ndihmën e një thike mund t'i hiqni rreth e rreth mezin e mollës, njësoj siç tregohet edhe në video. Pasi mendoni që mollën e keni pastruar siç duhet, pra ja keni hequr të gjithë pjesën e mesit, tani e keni shumë kollaj, thjesht mollën do ta prisni në feta rrethore. Pra unë u tregova disa mënyra se si të veproni për pastrimin e mollëve dhe prerjen e tyre, ju zgjidhni cilën metodë e keni më të lehtë.
Dhe më pas, fetave të mollëve të prera u hedhim sipër pak lëng limoni në mënyrë që ato të mos nxihen derisa ne të përgatisim të gjithë petullat, i trazojmë mirë dhe tani do të nisim me pjesën e përgatitjes së petullave. Për këtë pjesë, në një tenxhere ose në një tigan do të hedhim pak vaj, jo shumë fare, dhe më pas vajin e vendosim në zjarr mesatar që të nxehet. Kur mendoni që vaji është nxehur mjaftueshëm, tani do të veprojmë në këtë mënyrë. Fetat e mollëve që kemi prerë do t'i hedhim brenda tek brumi që kemi përgatitur që në fillim. I marrim fetat e mollëve dhe i hedhim tek vaji. Dhe më pas i lëm petullat që të skuqen në zjarr mesatar në të dyja anët. Kur shikoni që petullat kanë filluar të ndryshojnë ngjyrë dhe janë skuqur mjaftueshëm në pjesën e poshtme, i ktheni ato në krahun tjetër dhe kështu veprojmë edhe me petullat e tjera. Edhe më pas, petullat i heqim dhe i vendosim në një pjatë ku kemi shtruar edhe letër guzhine në mënyrë që të thith vajin e tepërt. Me të njëjtin proces do të veprojmë me të gjitha petullat dhe me të gjitha fetat e mollëve që ne kemi prerë. Edhe pasi i hedhim në vaj, do t'i lëmë që të skuqen mjaftueshëm nga të dy anët. Nëse doni, petullat gjatë kohës që i hidhni në vaj, mund të formoni atë rrethin e vogël në mes, duke qenë se edhe mollët e kanë një vrim në mes, ose nëse doni për më kollaj, mund t'i lini edhe kështu siç i kam lënë unë, pasi është më i thjesht procesi. Megjithatë, kush ka dëshirë, mund t'i bëj edhe si donuts, të cilët bëhen me atë vrimën në mes. Dhe në këtë mënyrë do të përfundojmë të gjitha petullat. Dhe pasi petullat i keni përfunduar, mund të servirni ato me pak sheqer pluhur sipër, ose dhe t'i zhysni në sheqer të përzier me kanellë, varet nga dëshirat tuaja, ose dhe kështu siç janë, pasi mos harroni që petullat janë vetë të ëmbla. Unë do t'ju them që këto petulla dalin shumë të mira dhe fëmijët kanë për t'i pëlqyer shumë, dalin me të vërtet shumë të buta dhe mollët brenda do t'jenë zbutur mjaftueshëm. Dhe kush i ka qef mollët, jam e sigurt që këtë recet ka për ta shijuar shumë. Këto petulla shkojnë shumë për mëngjeset me fëmijët tuaj, apo edhe për fundjavat kur ne kemi më shumë kohë për të gatuar për fëmijët tanë. Unë shpresoj shumë që kjo recet ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos hezitoni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju begatoft të gjithëve.